Përshëndetje, miqtë e mi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Sa e rëndësishme je ti për këtë person, për personin tuaj të zemrës? Pra sa e rëndësishme je ti për këtë person? Dhe këtë do ta zbulojmë me anën e tarotëve, shenjave dhe gërmave të alfabetit. Është I menduar, është një person shumë inteligjent, është në botë, suksesin e sigurt e ka në botë, është person shumë I drejtë dhe ti për të je ylli ti polar. Je njeriu që I ndriçon perspektivën e shkëlqyer të jetës së tij. Ke një lajm shumë të shpejtë, je shumë e rëndësishme për të, je si një yll që I ndriçon në çdo moment jetën e tij, dhe pse ka patur pak probleme dhe pak manipulime në jetën e tij, nga njerëz jo fort të mirë, ai gjithmonë ka qenë dhe tek pjesa e lëndimit, pra e ka lënduar këta njerëz në jetën e tij, tek kulli I tij, te familja, I kanë dhënë lëndime. Ky është një person që është shumë I drejtë dhe mbrohet nga një angjëll. Është person human që ty të shikon gjithmonë si një dritë, është I vetmuar në botën e tij shpirtërore dhe të shikon si një dritë në të fener që I ndriçon gjithmonë rrugën ku ai hapin. Do të merrni një lajm shumë të rëndësishëm nga ky person, nga ky princ. Dhe pse ti je dyzuar në këtë histori, I qepashëm dhe foli fëmijës tënd të brendshëm në subkoshient. Ke marrë lëndime në kjo histori, je pak e lënduar, pak e zhgënjur, por tot gjërat do të ndryshojnë. Ky ushtar I kupës vjen drejt jush me këtë kupë plot të mbushur me dashuri, me miqësi, me bekime. Është I fokusuar shumë tek pjesa e punës dhe shumë shpejt treshi I kupave tregon që ju do të festoni së bashku këtë ardhje të princit tuaj në jetën tuaj. Me kë rezonon kjo energji? Kë shenjë të horoskopit rezonon? Pra, ju për të jeni shumë e rëndësishme. Dhe pse ai ka pas probleme, jeni shumë e rëndësishme për atë person. Peshqit, rezonon me peshqit, me dashin, me demin, me binjakët, me gaforen, me akrepin, me ujorin, me shigjetarin, me bilgjëreshën dhe me peshoren. Kurse me gërmat mund të rezonoj, nga që është energji e përgjithshme dhe mund të rezonoj me të gjithë, por me disa, me gërmën J, me gërmën D, D, me I, me Zh, me gërmën A, G, me O, C, E, P, T, F dhe me gërmën H. Faleminderit shumë, miqtë e mi, mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.